Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një vizitë përkujtimore në fshatin Zhazh të komunës së Skanderajt, ku bëri omazhe në nderim të viktimave të masakrës së Zhazhës, e cila ndodhi 26 vjet më parë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë ngjarje të dhimbshme, forcat policore serbe ekzekutuan civilët shqiptar të pambrojtur, përfshirë edhe të miturin Fidan Peci, vetëm 16 vjeç. Kryeministri Kurti, së bashku me ministrin e bujqësisë Faton Peci dhe deputetin Agim Bahtiri e të tjerë të Kuvendit të Kosovës, vendosën kurora me lule të freskëta pranë lapidarit të ngritur në nder të viktimave civile dhe 4 dëshmorëve të rënë atë zonë gjatë luftës çlirimtare. Kurti u shpreh se këto omazhe janë një akt kujtese dhe respekti për ata që dhanë jetën për lirinë dhe dinjitetin e popullit shqiptar. Pas omazheve në Zhazh, delegacioni vazhdoi vizitën në fshatin historik Boletin, në komunën e Zveçanit, ku ndodhet kompleksi i kullave të Isa Boletinit, një vend me rëndësi të veçantë historike dhe kulturore për shqiptarët. Aty kryeministri Kurti dhe bashkëpunëtorët e tij vendosën lule mbi varrin e heroit kombëtar Isa Boletini, i cili është një nga figurat më të shquara të rezistencës shqiptare në fillim të shekullit të 20. Gjatë vizitës në kompleksin muzeor, Kurti u informua për 2 programe të rëndësishme që Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka nisur për restaurimin dhe funksionalizimin e kullave të Isa Boletinit. Programi i parë përfshin kurimin profesional të ekspozitës së përhershme muzeore, ndërsa i dyti ka të bëjë me funksionalizimin e kompleksit nëpërmjet aktiviteteve të rregullta, kulturore dhe edukative. Në librin e përshtypjeve të vizitorëve, Kurti shkroi: "Në kullat e Isa Boletinit u mësua dhe u mbrojt historia e shqiptarëve, por edhe tek ato u bë historia dhe u lartësuan shqiptarët. Çdo brez duhet të rikthehet këtu që të mësoj e të mbrojë të bëj që të ecë përpara." Kjo vizitë, e cila shërben si kujtesë historike dhe nxitje për përkujdesjen institucionale ndaj trashëgimisë kulturore, vjen në një kohë kur Kosova po përballet me sfida të vazhdueshme në ruajtjen e identitetit dhe historisë së saj. Omazhet dhe vizitat e tilla theksojnë rëndësinë e ruajtjes së kujtesës kolektive dhe nderimit të sakrificës për liri.